Ekrem Jashari ishte veprimtar i hershëm i çështjes kombëtare, themelues si organizator i radhave të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Ferizaj e MG. Kudo ku ishte emblema jonë e lirisë, ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishte edhe Baca Ekrem. Guzimtar si përherë, i palodhur edhe nga vitet e moshës, peshonte gjithnjë fjala e tij, vepra që shkroi me jetën e tij, shëmbëltyra që ndërtoi me vitet e tij të sakrificës. Ferizaj është krenar për bashkëtarën e vrallë që paktën mes nesh, por emrin që lavdison të lirisë ja ndërtoi themelet, por shpirtin e tij që gjithmonë në rahu për Kosovën, për Shqipërinë, për bashkimin e kombit. Brezat e sotëm e ato që të vinë pas nesh, në kronikat të historisë, në faqet të lirisë, do të gjejnë emrin e tij, do të gjejnë sakrificën e guximin që mbishëron vetë ai. Me ndarjen nga jeta të Bacit Ekrem, jo vetëm Ferizaj, por edhe gjithë populli ynë humbi një nga shtyllat më të forta të veprimtarisë kombëtare. Një njeri që shumë herët në kushte të rënda mori mbi supet barrën e madhe të organizimit dhe përgatitjes për shlirim. Në vitin 1993, kur fjala shlirim shqiptohej me frikë dhe rruga drejt lirisë dukej lagët, Baca Ekrem ishte ndër të parë që ngriti kokën në koordinim me shokën, ndërmori hapin e parë dhe themeloi celulat e para të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Ferizaj. Ishte guximi, besimi dhe përkushtimi i tij që ndesën dritën në fund të tunelit të errët të okupimit serb. Ai nuk ishte vetëm organizator, ai ishte frymëzim. Ekrem Jashari ishte mësues idealist, i bërmosur, i kalitur, për luftëtar në misionin e tij kombëtar. Misioni i mësuesit idealist ishte të hapë rrugë të pahapur, dhe ato i bërë. Rekrutonte gjenerata, frymëzonte gjenerata, deri në formimin e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Veprimtaria e Bacit Ekrem nuk ka qenë e kufizuar mbi gjeografinë vetëm të lokalitetit ku ai punoi, por veprimtaria e tij ishte në të gjithë gjeografinë shqiptare. Ai la gjurmë në historinë më të re të shqiptarët. Ai është pjesë e ndërtimit, themelimit të shtetit të Kosovës. Ai është pjesë e kontributeve e punës së tij për shqiptarët shtet formues në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kufit për Ekrem Jasharin ishën të paekzistueshëm. Prandaj vëllezër e motra, ju familja e Bacit Ekrem keni humbur të afërmin, ne kemi humbur bashkëveprimtarin dhe bashkëluftarin, gjummadin Ekrem Jashari, lavdi. Gjatë gjithë jetës së tij punoi dhe veproi për shtirimin e Adheut, por ai shkoi me një merak, që të shohë Shqipërinë e bashkuar, pra Shqipërinë natyrale. U realizoft ëndra jote Bac, qoftë i lehtë dheu i Kosovës.